Lidhe me temën, pra tema sot ishte si simbolike e mujit Rexhep në përgatitjen për muajin e Ramazanit. Pra si që dini, tash pak përpara sot është dita 27 e muajit Rexhep. Sa shpejt shkoi. Sa prej nesh ka që kanë agjëruar disa ditën këtë muaj. Sa prej nesh ka që janë shoqëruar me Kur'an pak më shumë. Sa prej nesh ka këtu që janë munduar sa më shumë me dhon sadak për shkak të këtij muaji. Ky muaj po kalon. Ky muaj nuk kthehet për një vjet. I lumi ai që e ka shfrytzuar, i lumi ai që o munua për hatë të Zotit këtë muaj, se si që janë gjunafet më të mëdha, edhe sevapet janë më të mëdha. Pra Allahu xhaleshanu thot në Kur'an: Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tauba 36 ajet, që do të thotë, me të vërtet, numri i muajve të Allahu te Allahu është 12, sipas librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar qiellin dhe tokën. 4 prej tyre janë të shenjtë. Ky është besimi i drejtë. E në këta mos i bani vetes zullum. Si bën njeriu zullum? Nëse në muaj të mallnueshëm, muaj Rexhep i gjuna. Nëse në muaj Rexhep, si më thonë, bën haram për të zullum. Nëse në muaj Rexhep do të thonë ja bëti kuj pa drejt. Ai vetë i bën zullum, se kush i bën kuj diçka i bën vetes. Këta muaj të shenjtë janë Rexhepi dhe Dhulkade, Dhulhijhe dhe Muharremi. Rexhepi është i ndarë dhe sa 3 muaj tjerë vinë me rënd, njëri pas tjetrit. Këta muaj kanë specifika të përbashkëta që i dalojnë prej muajve tjerë, por edhe specifika që i dalojnë ndërmjet vete. Specifika e muajit Rexhep, në cilin pra jemi 27 ditë, është përgatitja shpirtërore dhe fizike për muajin e Ramazanit. Mu përgatit edhe fizikisht edhe shpirtnisht. A shpirtnisht mund e vetë nëse lexon Kur'an, fal më shumë namaz, lë më shumë sadak, bën punë më të mira. Këto do të mundohemi ta kuptojmë nëpërmjet domethënies së ajetit të lexuar dhe disa shpjegime të dietarëve musliman. Frënimi nga mëkatet e para, muroj prej gjunafeve. Me pak kujdes, mos me gjunaf këta muaj. Në ajetin që lexuam Allahu kërkon prej nesh që në këta muaj të shenjtë të mos i bëjmë vetë zullum. Pyetja që shtohet vetë si i bëjmë njeriu vetë zullum? Përgjigja duke bërë mëkatet. Mëkatet janë padrejësia më e madhe që njeriu mund t'i bëjë vetes, sepse në fe ka një kriter. Njeriu shpërblehet për atë që bën, për të mirën mirë, për të keqen keq. Kështu që nëse ke bërë mëkat, i bie që ke dënuar veten. Allahu thot: Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Që do të thot pra, me të vërtet, Perëndia nuk u bën kur fare të keqë njerëzve, por njerëzit i bëjnë keq vetes. Sura Yunus 44 ajet. Por padrejtësia e apostrofuar në këtë muaj është e veçantë, është e padrejtësi e madhe, sepse përderisa ky muaj është i dalluar, atëherë dhe mëkatet në të trajtohen ndryshe, pra si më të mëdha. Për ta kuptuar më drejt, Zoti ka dalluar disa kohë dhe vende në të cilat veprat e mira shpërblehen shumë fish, por edhe mëkatet dënohen shumë fish. Nuk është njëjtë të bësh gjuna si në Ramazan si jashtë Ramazanit. Nëse një vepër e mirë në Ramazan shpërblehet shumë fish, por ashtu edhe gjunahu dënohet shumë fish. Gjashëm është edhe puna edhe në Mekë. Shpërblimi për veprën e mirë është i shumë fishuar, por edhe dënimi për shkak të shenjtërisë të vendit. Përgatitja për Ramazan është pranë pyetje. Muaji Rexhep as si hariq i ardhes se muajit Ramazanit. Për këtë shkak dietarët e kanë konsideruar si një mundësi të mirë pret të filluar me përgatitje për Ramazan. Nëse i referohemi kuptimit të ajetit që kemi lexuar në fillim dhe shpjegimeve të dietarëve, përgatitja duhet të jetë e fokusuar në 2 aspekte. Pendimin nga mëkatet e bëra, sepse nëse mëkatet janë padrejësi, pendimi është mjet me të cili e largojmë dënimin. Allahu më dhëruar në mëson Kur'an thot: Bismillah, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfiru Allahu yajid Allahu ghafuran rahima. Kush punon vepër të keqe ose i bën zullum vetes, pastaj kërkon falje për Allahut, do të gjejë se Allahu është falës e mëshirues. Sura Nisa 20 ajet. Pra nëse ke bërë mëkate dhe ke kërkuar falje, di se Allahu të fal. Përgatitja fizike për Ramazan. Ramazani konsiderohet shtegu i garës.
Pra aty ku fillon garën për të shpërblyer ose jo. Nga ajo që shohim e lexojmë për të kemi mësuar se ata përgatiten shumë për këtë finale. Edhe ne se të jemi të suksesshëm në Ramazan duhet të përgatitemi fizikisht. Pra si mu përgatit? Ju e dini tash ai i cili agjeron në Recep e Shaban, ai ka agjeruar letën e Ramazan. Ai që shtash janë ishmu përgatit me punë të mira, me lexim Kuranit, me sadaka, ai në Ramazan ka me pa shumë mali. Apo sa shëris trupi, kush agjeron domethënë Recep e Shaban, do në ditë kur ka mundësi, ai është i përgatitur për Ramazan. Për atë lutim Allahu xheleshanu xhelalu që të na ndihmoj të shfrytëzojmë vllazën se kalojnë shpejt. Ne lëm punën për nesër. Mram ka qenë si nata e madhe ku Allahu xheleshanu thot në Kur'an, pa të meta është lartëmadhëria e atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të madhe prej Mesjidul Haram gjen në Mesjidul Aqsa. Pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ju keni dëgjuar të gjëra i dini veç shkurtimisht deshta ju përkujtuar që e kemi me borx mu munua, mu përgatit edhe me shfrytzuar këtë ditë të mëndoshë që janë. Allahu na ndihmoft neve, kretë ummetit prej mashikut Maghribit inshallah. Do ta presim edhe Shabanin, por inshallah edhe Ramazanin të përgatitur e sa më mirë dhe situatë më të mirë, se situata nuk është e mirë, por bëni dua për vllazin ton, edhe në Palestinë, edhe kudo që janë në shtësinë, Allahu inshallah u ndihmoft neve dhe të gjithë. Amin ya Rabb.